Një akt akuzë Jack Smith dhe një nënshkrim i saj nga Nicolas Guillou përshojnë ende rënd mbi historinë e luftës së Kosovës për liri dhe jetën e 4 figura kryesore të saj: Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimi. Një proces ky i drejtësisë i cili që nga fillimi u përcoll me akuza për devijime juridike dhe qasje politike. Por karma me gjas ekziston. Të dy këta, ku njeri si prokuror përpiloi dhe ngriti një akt akuzë që e portretizonte Ushtrinë Shqiptare të Kosovës si ndërmarrje kriminale dhe tjetri si gjyqtar e konfirmoi atë duke lëshuar urdhër arreste, sot po përballen me sanksione, kufizime dhe hetime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për dallim nga Haga, ku veprimet e tyre kanë kaluar pa mbikëqyrje dhe pa pasoja, në SBA po ndodhe kundërta. Në mbrojtjet e demokracisë dhe institucioneve, po ndëshkohet përdorimi i drejtësisë si armë për të goditur politikisht. Jack Smith ishte prokurori që në vitin 2020 ishte i gatshëm të merrte përsipër ngritjen e një akt akuze të re me raste të vjetra të gjykuara, por kësaj here me qëllimin që ta paraqiste UÇK-n në tërësisë kriminale dhe që do të devijonte narrativen historike të luftës së Kosovës për liri. About KLA crimes. Ai këtë dokument e përpiloi ndër të tjera edhe me prova të ardhura nga Serbia. Smith u përfshi në ngjarje politike përmes drejtësisë, si në rastin kur lëshoi njoftimin për akt akuzë, pikërisht në kohën kur Hashim Thaçi po udhtonte drejt shtëpisë së bardhë për një marrëveshje që e priste në tavolinën e presidentit Donald Trump. Ai drejtoi për 4 vjet zyrën e prokurisë, gjatë së cilës periudhë ka akuza se bashkëpunoi me ndërmjetësues të lidhur me shërbimin sekret serb për të siguruar dëshmitar të rrem kundër krerëve të UÇK-s. Nicolas Guillou në anën tjetër, si gjyqtar paraprak që nënshkroi urdhër arrestit për Thaçin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin, miratonte gjithçka që kërkonte zyra Jack Smithit dhe kundërshtonte pothuajse gjithçka që kërkonte mbrojtja. Ai konfirmoi një akt akuzë të mbushur me prova të kontestuara dhe të papërfunduara plotësisht për gjykim, duke lejuar kështu mbajtjen në paraburgim të gjatë të krerëve të UÇK-s pa nisur procesin gjyqësor. Refuzoi disa herë mbrojtjen e liri dhe urdhëroi përgjigje në qendrën e paraburgimit ku mbahen krerët e UÇK-s. Kjo histori e tyre në gjykatën speciale u shpërblye për një periudhë të shkurtër. Smith u emërua prokuror special për të hetuar në kohën e zgjedhjeve në vitin 2024 Donald Trumpin, lidhur me përpjekjet për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020, ndërsa Guillou u emërua gjyqtar në gjykatën penale ndërkombëtare. Megjithatë, kjo nuk zgjati shumë. Në skenë si fitimtar u rikthye Donald Trump dhe bashkë me të edhe luftimi i padrejtësive dhe përndjekjeve politike. Sot, puna e Jack Smith në Shtetet e Bashkuara është vënë në hetim të vazhdueshëm nga Byroja Federale e Hetimit. Gjetjet tregojnë për veprime të ngjashme me ato që ai kishte kryer në Hagë. Akuzohet se e përdori drejtësinë si mjet politik për ta larguar Donald Trumpin nga gara presidenciale, përfshirë përgjigjimin e bisedave private të senatorëve dhe zyrtarëve të tjerë republikan, si dhe pagesa deri në $20,000 për informatorët e dyshim. Smith është thirrur të dëshmojë në Komitetin e Gjyqësorit të Dhomës së Përfaqësuesve dhe një pjesë e stafit të Departamentit të Drejtësisë që kishte punuar me të është shkarkuar nga detyra. Trump dhe figura të tjera republikane e quajnë Smithin të çmendur dhe kërkojnë që ai të përfundojë në burg për veprimet e tij. Për Guillou, ndonse ai vazhdon të jetë ende gjyqtar në gjykatën penale ndërkombëtare, jeta e përditshme është shndruar në një ankth. Në një intervistë për gazetën franceze Le Monde, Guillou ka përshkruar në detaje vështirësitë të mëdha që po përjeton si pasojë e sanksioneve vendosura nga SBA. Atij janë bllokuar transaksionet bankare me të gjithë ata që operojnë me dollar, për më tepër që sistemet kryesore të pagesave janë amerikane si Mastercard dhe Visa. Janë mbyllur llogaritë në Amazon, Airbnb dhe PayPal, ndërsa shpeshherë janë ulohen edhe rezervimet e hoteleve. Të jesh në sanksione është si të kthej në vitet e 90-ta, thoshte ai për gazetën prestigjioze franceze. Rasti i Jack Smith dhe Nicolas Guillou tregon se një abuzim ekstrem me pushtetin, duke përndjekur politikisht e duke kufizuar lirinë të tjerëve jashtë normave të pranueshme, nuk është të mundur të kalojë pa pasoja në SBA, ku funksionon mbikëqyrja dhe llogaridhënia. Pse kjo nuk ndodh edhe në Hagë?